Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore dhe Drejtoria e Bujqësisë kanë zhvilluar një ditë fushore me qëllim njohjen e bazës së tyre eksperimentale. Te këto parcela ata kultivojnë 21 kultivar gruri, 14 lloje patatesh, 22 kultivar të elbit si dhe fasule që pas eksperimentimit ata që janë me prodhimtari më të lartë për zonën e Korçës u shiten fermerëve. Sipas drejtorit të qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore Roland Meçaj, në këtë ditë dëshmohet gjendja aktuale e parcelave dhe rezultatet e prodhimit të vitit të kaluar. Ky është një aktivitet sot për të parë gjenden në terren të mbjellave tona, kryesisht atyre eksperimentale, të cilat kanë vite që eksperimentojnë në qendrën e transferimit teknologjive në Korçë, kryesisht grurit, elbit, patates, fasules, por dhe varietete të tjera. Ne sot këtu jemi në fushë të hapur, në një fushë të mbjellë me pjesën eksperimentale të grurit. Ne eksperimentojmë sot rreth 22 varietete gruri, të cilat janë të eksperimentohen dhe të krahasohen me varietetin Dajti, i cili është varieteti më i qëndrueshëm sot për sot në Shqipëri. Kemi eksperimentuar 22 lloje elbi distik, gjithashtu kemi në eksperimentim sot rreth 14 lloje patatesh, të cilat rezultatet e të cilave ne i përdorim përveç pjesës studimore dhe për të shpërndarë në fermerët si varietete të cilat japin rendimente të larta. Në këtë takim e pranishme ka qenë dhe përgjegjësia e sektorit të ekstensionit dhe teknologjive bujqësore pranë Ministrisë së Bujqësisë Barie Rexha, e cila e ka vlerësuar pozitivisht punën e këtyre drejtorive. Këto gjëra kanë shumë rëndësi për arsye se ne jemi një vend bujqësor dhe blegtoral. Dhe pikërisht kjo qendër transferimi ka edhe pjesën e projekteve të bujqësisë dhe të blegtorisë. Dhe duke qenë se këto projekte ndiqen me prioritet, monitorohen në të njëjtën kohë dhe nga neve si drejtori politike. Dhe deri tani kemi nxjerrë domethënë përfundimin që në këtë qendër transferimi punohet. Në ditën fushore morën pjesë përfaqësues të shërbimit këshillimor, fermer, përfaqësues nga enti farnave dhe Ministria e Bujqësisë.